Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha, pas ftesës drejtuar më herët të aktorëve politik, mblodhi sot ryezën e opozitës, shoqërisë civile, përfaqësuesve të sindikatave, organizatave dhe medias. Në fjalën e tij, kryeministri tha se misioni përfundimtar i opozitës është përmbysja e qeverisë, që është kthyer sot në rrezik për Evropën. Ai kërkoi përsëri shpalljen e gjendjes së jashtëzakonshme nga qeveria pas situatës së përmbytje në vend dhe u bëri thirrje qytetarëve që kudo që shihni ministra i gjuani me vezë ose domate, ata janë shkaktarët e fatkeqësive tuaja. Nuk shpall gjendjen e jashtëzakonshme, sepse gjendja e jashtëzakonshme në ligjet e vendit, në kushtetut, ajo e detyron pastaj të përgjigjet atyre qytetarëve. E detyron që fondi rezervë të Këshillit të Ministrave dhe buxhetin ta çojë drejt tyre një radhë parë. Po kjo jo thot. Po na përçajnë se kërkojnë, pra ky është mundëri dhe të numëroj shumë e shumë. Por do të them këtu se kjo qeveri nuk ka asnjë orë legjitimitet. Asnjë orë legjitimitet. Është faktuar se ka ardhur nga zgjedhje farsë elektorale. Është e provuar kjo. Ju bëj thirrje qytetarëve, kudo që të shihni ministra, i gjuani me vezë ose domate. Këta janë shkaktarët kryesor të fatkeqësive tuaja. Më pas, Berisha tha se misioni ynë është përmbysja e kësaj qeverie dhe mbajtja e zgjedhjeve të lira. Mendoj se duhet të ngrihemi. Duhet të ngrihemi në një përpjekje të madhe qytetare për të larguar nga pushteti këtë bandë, këtë organizat kriminale, e cila funksionon si organizat kriminale, me në krye Edi Ramën. Mendoj se në frymën e përgjegjësisë më të lartë, ne duhet dalim me një forum, opozitar të zgjeruar, forca politike, shoqëri civile, personalitete dhe cili do. Në këtë takim mungonin Partia Mundësia, Shqipëria Bëhet, Lëvizja Bashk dhe PDI-u.